Tani të shtunën doktori e kemi vënë zoti Klevis në mënyrë figurative ne. Shpallet mbret. Do me të shpallet se lidera i ka qenë gjithmonë. Po shpallet për gjithmonë tani. Ti ke vënë si tezë aty. Ti e ke përbyllur emisionin, po e filluar. Ti e ke shpallë vendimin, shpallet mbret. Është metaforë, është figurë. Pyet fari unë kur të kthesh se ai shpjegon figurat. Metaforat se metaforat i kam mësuar gjithë, nuk ka nevojë me pyetje. Jo, ka që si kanë mësuar. Ka që metaforën e dim fshat nga Tepelena. Kam mësuar, po ajo atje është një titull për të thënë që ne kemi do ta ndrojmë çfarë duash. Ne për doktorin çdo vend botës ka zgjedhje. Por unë dua të falenderoj ty se e di sa ufshen sot për të mos dalë pjesë shumë e madhe. Nuk dua se kolegët të zotin Brosh sigurisht, po ufshen shumë njerëz. Baton të thashtë unë këtë. I ke telefoni se të shkon popullata me telefoni për duar. Po, une punoj gjithashtu si ti me telefon. Po jo, se unë ndjek dhe Rozhanin qërë mendimi kanë, ndjek dhe tjetrin ata që dërgojnë, e kupton. Tani, sot kemi një temë të rëndësishme, thamë, por dhe të preshme. Ditën e shtunë vjen kurorëzimi i doktorit si kryetari i Partisë Demokratike. Ai kryetar është, e kupton, dhe ka qenë gjithmonë. Bile dhe kur ishte Tritani, më kujtohet mua. Doktori ishte kryetar, baton. Se mos mendon ti që ishte njëri tjetër. Ka Duart Selami e të gjithë, ishte edhe Duarti. Bile Duartin mua më kujtohet që e nxori dikush jashtë, në Kongres. Nuk e la ty në të dera. Edhe iku ai. Qa ty iku në Amerikë. Përfundimisht. Nuk e la të dera. 95, ne. Dori i zedi aty, pampe, në dhe sa tip mësyrë nuk në brenda. Ishte keq kuptuar ai. Ishte keq kuptuar, kryetar i Partisë Demokratike dhe e nxori jashtë. Kupton? Dhe si që ndodhë në kurorëzime, nuk është se ka rival. Për e të parë ne kemi se tani këta, doktori për e të parë po bërë një gjë të vërtet. Ndryshe nga këta, se për shumë dhe dy Roma ka patur kandidat falso, të gjithë kandidat falso, dhe këta të rinjtë, që po ben tani, pas 4-5 vjetësh do kënë kandidat falso. Do të dilë kandidati për katës që delë aty, o e marrin nga familja, o nga fisi, sa me vogël tjetë partia, do të marrin nga fisi, brenda. Ndërsa këta i kanë marrë edhe doktori, edhe Edi Rama i kanë marrë nga elektorati që kanë kandidatin për katës, e sjellin aty, vishet mira i, me kostumin për katës, me të gjitha gjerat, edhe del. Ndërsa tani doktori ka marrë vendim. Pse ti marrë këta? Është vetëm, kandidati vetëm. Pra për të shpjeguar këtë ngjarje të rëndësishme tani që thirrëm shumë njerëz nga PD, se thashë edhe nuk pranuan. I vetmi Klevisi, i cili është sot me ne dhe unë e falenderoj për disa të nerë. Faleminderit ju. Është edhe, mirë mbrëma tani, edhe zoti Koreshi. Po e kini më bëni lidhjen. Bravo. Dhe zoti Koreshi, njëri konsistent, njëri i qartë të gjitha, por ka një problem. Zoti Koreshi flen lush. Flet e vendi vetë, deputet. Deputeti vetëm, se deputetet të Koresh kur vinë në Tiranë, pasaportizohen me njerë këto, pasaportizimi i shkonen dhe Rogjës, po fitojnë të gjitha gjerat, edhe në një para. Ma e shpim në qira dhe ato gjërët. Do me thënë, ma e shpim me qira, në fakt e blen atë, po e pëgujnë. Ndërsa ti... Si nga lushja do kisha unë frikë. Ti vete flen lushë. Si nga lushja do kisha unë frikë, për jo, si lojë. Tani, edhe kolegët e tjerë shtuar vetëm Antona Bileka, i faleminderit, edhe dy kolegët që ishin Baton Argjiu dhe Andi Tela. Tani, të shikojmë zoti Klevis, zoti Sajmir... Bëj një pyetje paraprakisht. Paraprakisht, po kemi një sinkron. Me që, jo, po mendoj. Me qënë se janë për dëzyrtarë. Duhet i pësës po ti? Jo, në qëse do kërkon dhe Saljani, për shumë të futej me lidhje direkte, do e pranonin në bëjo? Për debat. Po, rego. Ta e pranojnë, për Saljani... Në qofse, unë se dikur Saljani, do shtë së Shqipëria... Saljani, unë kam misi me Saljani, po për kryetarin, pra? Kishte marrë vendime mora unë, ja? Për një televizion tjetër, e ti më ndash në 4 televizion e tërë, kur ke halë. Për shumë dhe kandidatët për këtë bashkjet tjetër, kur kanë halë, halë politike që kanë këta, e shpërndan. 15 minuta këtu, 15 atje, 15 atje, jo, vetë të një dhe flet 3 orë. A, është të tjetër? Po, është në një vend tjetër, nuk, ka themi... E ka thëmë Berisha të punë, po? E ka thëmë Berisha ku është, po? Pse e tha Berisha? E ka thëmë, për... Ku e ka thëmë? Kur ka forë për mafian mediatike, ka thënë që një televizion zje vetëm Saljani, gjithë kohës. Jo, nuk është atje. Fani? Jo, është Luan Rama. Që mi që, se, tani, zoti Ballivi erdi dita i Sjaliut të mos pranoj asnjë kandidat për ballë.
Unë mendoj që kjo është një gjë e mirë kur njeriu tregon të vërtetën. Pse është e vërtetë që s'pan A mund të na shpjegoni si keni kuptuar ju këtë garë me veten që po bën doktori tani? Dhe pse, ose kështu siç e thua ti, ka patur kandidat dhe por s'plotësojnë kushtet, as ku unë si shumë gjëra kanë ndodhur këtu. Unë mendoj që është papjekuri ti kërkosh një kandidati që të gjej kandidatin e vet. Ai nuk mund të gjej kandidat. Ai është kandidat për vete. Kush do të kandidoj, kandidon. Patjetër duhet plotësuar ca kriterë. Ja merrem me pse se pranon. Po nuk plotëson të kriteret, duhet të jesh i ketë të shkruar ato, duhet të jesh njëri publik, po duhet të jesh i partisë dhe që të bësh opozitë ndaj qeverisë. Po pra, po duhet të jesh bën opozitë qeverisë. Po në Burg kanë qenë 4000 demokratë o zotri. Kanë bë Burg për protesta, por në Burg kanë qenë 3 herë. Është plotësuar shifra 4000 demokratë në Burg. Po, janë bërë. Si Marku Derama i kanë. Po 1500 arrestime janë bërë vetëm të UNAZA. Se ju e harroni ato, kështu që arrestime edhe lirime të menjeshme. Jo, janë arrestu, kanë bërë kanë arrestuar dhe ty 50 euro. Po pra janë arrestu, po kemi nejtë në ca ditë Se ti quan në Burg këto. Burgë janë ato. Se njeri isha dhe unë në Lushnjë. Ata mbarojnë. Ja një minutë jo mbaroj, ti do flas. Para se të shkosh në Lushnjë të vazhdojmë. Isha unë, Engra dhe Dreka, ty brenda në Burg, po kjo nuk quhet Burg. Jo, kanë bërë Burg demokratët nga 6 muaj, nga 3 muaj, kanë ndetur në Burg për protesta, jo për këto skemat e tjera. Po këto janë çështje të veta, punë të veta. Pastaj në Burg o ylli të bin flokët, nuk të mbin flokët. Është ndryshe kur bëhet Burgu Burg. I vuri, po edhe njeriu i verë, edhe ty po të rande pak edhe mund të vesh. Unë jashtë jam, mund kanë rënë goxha, po nuk kam bërë. Po vëri mo të në klinikë në Burg. Tani, më dëgjoj pak, unë kam fjalën këtu. Në rastin konkret të punës kandidatëve, unë nuk e kuptoj pse ju duket se një gjë shumë kaq e çuditshme. Rishi Sunak, që ishte kryetari i Partisë Konservatore në Angli, ka hyrë, ka bërë garë pa kandidat. E ka bërë në mënyrë në referendum. Ronald Reagan e ka bërë pa garë. S'ka pas asnjë kandidat për kryetar, ë? Por Sunaku. Si e gjetët këtë? Si e gjetën? Po emri bukur, si emër turk duket. Po e ke W. Bush ka bërë garë pa kandidat. Zotëri, primaret në Amerikë. Në zgjedhjet e fundit W. Bushi i biri. Po pra po, W. Bushi. Në pjesën e dytë të mandatit. Kur është president detyrë, nuk zëtohet. Jo, se kanë statuta, këto janë shpike që i bëjmë ne. Ai duhet të futet ngarë, nuk shkojë. Presidentin detyrë, nuk ka post ka Rishi Sunak që ka komplet një filozofë. Ta mbaroj. Në garën për kryetar nuk ishte kandidat. Rishi Sunak sapo ishte bërë. Ta futim pak sinkronin që ka thënë doktori dhe pastaj vazhdon Krevisi. Sinkronin se po shkruaj. Mos e ndërprit. Do fusim sinkronin, do fusim kancelari, kështu, bë kryeministër, pastaj kryetar. Një sekondë, ta mbaroj pak unë mos bëhesh kryetar. Ta mbaroj pak unë këtë. Në rastin konkret, zgjedhjet me referendum në veçanti në partitë e djathta njihen. Dhe këtu nuk është se ti e pa opsion, qofse ty nuk të pëlqen, ti vendos jo. Ke një opsion. Po më shkruan njerëz që banojnë në Mbretërinë e Bashkuar që Sunaku në 2022 ka një, s'ka nevojë të banosh. Po kryeministër pastaj u kryetar. Nuk ka nevojë të jetosh. Ti ke qenë aty në Angli. Po nuk ka nevojë të banosh. Jo, nuk e Ja dëgjoj. Në 2020 nuk doli njeri fare. Po në 2020 nuk ka përjashtuar njeri Sunaku. Jo, s'ka. Po s'kemi përjashtuar njeri tjetër zotri. Po e ka përjashtuar Saljanin. Po jo zotri, ai iku vet. Ne ishim në protestë. Ai bëri dokumentat. Tani sekond, mund të duash ti. Mund të duash ti ta quash. Iku vet, po të vazhdoj ankimin, të vazhdoj punën ai. O ta japim sinkronin. Për pyetjet që më bën. Po ti mo do flasësh, po atë japim sinkronin. Ta mbaroj unë këtë jep. Po të ndjekim radhën e emisionit. Sinkroni është doktori mo. Po nëse ti të ndjekësh radhën e emisionit. Doktori pra. Fut sinkronin, pastaj më bëj. Ore nuk do të lejosh doktorin të flasë tani. A do më bësh më pyetjen? Po ty më i kam. Sinkronin. Ja çka thon doktori për këtë punë. A nuk mendon se do t'ishte më mirë që në garë të ishin edhe kandidatë të tjerë, kushdo që aspiron të nënshtrohet garës? A vërtet mendoni që ju mund t'jeri në garën brenda PD-s? A nuk mendoni se janë një gabim zgjedhjet me një kandidat? Faleminderit për pyetjen. S'pari të garantoj se kjo garë ka qenë është do mbetet e hapur. Qëndron në garë kandidat të dytë në 75% rasteve nuk ka. A është kjo garë plotësisht legjitime? Legitimiteti i kësaj gare përcaktohet nga vota e lirë e antarësisë. Kjo është gara më e plotë, më e prore se çdo garë tjetër, ku voton e gjithë antarësia. Tani të themi gjë. Këtu unë jam Sali Berisha, kur nuk kam lejuar, nuk i lejoj vetes të operoj me falsitete. Pra, të krijoj kandidatura
ti lutem dikuj që ka ndonjë jo absolutisht. Sa herë kanë ardhur, i kam mirëprit, i kam respektuar, kur nuk ka ardhur, nuk ka ardhur. Po ndonjëherë në jetën time se kam bërë s'do ta bëj atë. Ndaj dhe kjo garë është gara më moderne, që zhvillohen 75% rasteve, sigurisht po të kishte kandidaturë tjetër, edhe më mirë do ishte.